Përshëndetje miq të dashur. Ika prej mali, dola ndeti, se njoni për Irlande, më qiti në mal o burr, na qiti këtë diasporës të mal. E thash ti dal kundër, e dola ndeti, buz deti, e t'ja thom do disa gjëra që ai nuk i din. Apo i din, po nuk don mi pranu, sepse ai një abrin as ka. Shkojmë viç, ta ndëgjojmë videon e të diskutojmë së bashku, i lutëm. Kjo morë se kur të atje me shkue, me pastru toaleta Gjermoni e me i shqit men kosovarve që qysh do të me jetue. Ti shumë mirë e the këtë fjallë, e kuptuam shumë mirë, po se nuk na spjegove pse diaspora po shet men. Në çfarë kuptimi për thu? Zoti ish ambasador. Dush me tregu pse? Po shkona. Se jem ljohë bre, ja është e ljohëshme kjo s'ka po bëni jo. A, e ljohëshme, e kuptojmë. Pse e ljohë, të ja tregoj pak ma vonë. Veç tash t'ja tregoj miqve. Miq, ma vonë, do sakatojmë. Për këtë arsye nala. Shkojmë. Vetëm pjatën i ju për para, nuk ishim interes në truk jam. Absolutisht se kjo. Une për dalim prej teje, pjatën e diasporës, jam shtetas holandes, këmë thonë po ve. Te vorët e babës e të nonës tem. A, stop. Këtu s'lona, këtu ke sharu shumë keq. Jo e nderum. Ti se ke lonë Hollandën. Ti ki pasaportën në gjep. Po ti arë me vidhë në Kosovë. Ti ish ambasador që ke vidhë. Ja, ke vidhë parë dhe shtetit. Pse po thëmë ke vidhë? Se tregon që tërkush thash pak ma vonë. Ja, pse janë Kosovë ti? Ja, këtu po doget si keni mu Kosovës ti. Ti e kon ish ministri majstrajti i AAK-s. E ti lëpirs toaletave, ja dalë me folte për diasporën. Kur diaspora e ngriti Kosovën, diaspora luftoj për Kosovën, diaspora përmbon Kosovën. E njo, si kur ti, që jarë dhe ke shkry Kosovën, e ke shkry. E tash në pëmunesh me shkry, ta besoj, se ka gja problem është. Albin, baba, ta hongë sha zemën, se njerëzit si kur ty, njerëzit për si kur ti, i thëjmë ti na babë, se kjo javë kalzoven, se nas munëm, ama kjo javë kalzoven juve. Shkojna miq? E haqët ato, këtë shta buk, pe haqët tu. Po pehan, po s'pehan mu, sepse jemi të hatë. S'ka, këtë rafsh. A përshe si kushtu, veç ujë, këtu s'ka buk, këtu ka veç ujë. Qashtu jemi ti, ata sa anë atu. E ju Shurqan, diaspor ju, menani Alpin babën, menani me Alpin babën. Që shfarë gjuhë full, ignoranti, Alpin, që shfarë, po më alpisër se ti a kanë këtë botë. Ti e alpistri. Jo diaspora. Diaspora s'ka nevoj për kërgjo, as Albin Kurti s'ka nevoj për kërgjo. Nëse Albin baba ka nevoj për diçka na jem këtu, o burr, e ka komplet diasporën, me vetë ti. Mos thon komplet se pe dezagjeroj, po një 80% po. E ka me vete. Mos e mërzit dhe për Albin babën, hiq. Ka kush mërzit dhe për Albin babën. I ka këtë Evropën e botën, 80% shqiptarizmit. Shkojna miq? Alpin baba, ju menani... Qyre kush Alpin, kush na ka përfasu neve si ambasador. Haj, ku me ka figuri, me kajtë nonë vetë që thot me qitë në tokë. Qëfar ambasadori? Po s'ka pasare parë Albini o miq. S'ka pasare parë me qitë fare, këta farë hajnash, këta farë pisash. Qare s'ka pas. Këta qësin vetë me fliq gojnë, se po na fliqin, se po ndyshë s'ka shonës, po na fliqin vetë. Vetë po na ofendojnë.
E që çfarë ambasadore, apo që? Tani, e se shko ti në ambasad të kjo thuj krimanit punë. Kjo ta lip një 500 që më në herë. Se mësu këta pa vla. Shkojna. Bë kalbin boba, se dysysh ka atë me atë sindromin e madhështisë, ja u ka bo krytrunin me domestos, ja u ka shpëllar një pjesë të madhe. Po shumë mirë e ki. Bravo, shumë na ka shpëllar trunin se na ka tregu që juve ju ka pastru. Pap. Mirë e ki, që na ka pastru trunin. Ama juve ju ka shërënësit. Pam. Në kosh. Këtu po dham ty. Një pjesë të madhe, kur po ju shoh në video, që është folni jo për Vučićin, që është folni jo për patriot. A pesheni mi qa okeja. Asë një video nuk e ka që s'përmenë në Serbia. Ose s'përmenë Vučići. Cënë të këqyrsh. Nash Radilin, nash Dahutin, nash Tod, nash Tahirin, nash Adin. Cënë dush pe përmenë Serbia ma dhja vazbohet. Këta e din ma mirë. S'po thëmë sa se di. Do më thoni, thëni vetit patriota që një ikë për i Kosove, e pej atit nga të regoni që shdu të me kom patriotizmi. Në marë... O Sal Pirs, o Vesel Pirs, ti po thuj që i ki pasaportën evropiane. Ti si i ka, ti ku i kon. Ti po më nërë manipulur një në Kosovë, sa po neve s'munësh, se latë njohën ku shqip. Më zbë propagonë se o turp. Turp me ndëgju, një pas të një patut. Se s'po foli thmija jut, po së një pas të një pa me ndëgju që a i ka foli është turp me tortë, që a i ka thote. Po kur gjithë turp ti pësa në neve. Kështu që vazhdojme që. Na bërë pak që në punë dhe juve, se që të po jetojmë na. Edhe na jetojmë aty. Pse tash për momentin një mëslo, po në shpinë, bizdisë, këti kom Kosovë. Ma shumë ti, kishte bo shpenzime. A mi se pa ndua vend në punës, e pa dollë ambasador. Pra, që kjo në erithi, në dokumentet që pa siguruar në atë kohë, në 2019 koha ditore, shumë se 50.000 euro, e shuma e hargjuar nga ish. A përsheni me që dashër? A ju ka tërë fyti? Këtu e problemi miq. Nuk ka problemi të Albin Kurti. Ose të diaspora. Problemi është se ju ka ta fyti. Albini, ta unë shazam në baba Albin. O shpirti jonë. Shkojna miq. Shefi i kabinetit Haradinaj. 50.000 euro, nuk jam pak. 50.000 euro. 50.000 euro i pat aketuar si me ditje, dhe është më shumë se 18.000 euro pa shpenzuar nga kredit kartela shtetit të Kosovës. Alë Arifi. Biletat e ballonit, aeroplanit. Në atë kohë i ka ngushtuar buxhetit të shtetit të Kosovës më shumë se 16.000 euro. Edhe ku erdhën sistem marketarët vetëm. Ka shivja Kurti, ata isha ambasador disa që kanë qenë të korruptuar, i pat hekë. Ta është të pa punë. Ka vjen, ka të rishtë të bishojt margatit, të bishojt të që vitojnë qeverin Kurti, se ka lu vishk, pa pare. Të lutëm? Kështë që, përditi. Përditi, po thotë. Ma të avnit, tash për të kuptojnë. Tash të ati halën. Vashta, me qene e fatë që i qenë që më full. Laj qene e fatë se mirë. Shaki po të. Miq, dëgjëne vidën deri në fund se funi është interesant. Shkojna. Me sa përqen? 82%. 92%. Pa dyshim. 80% një lep B2-kës, L2-kës, A-kës. Za heqë për borët. Veç këtë 82% duhet me vituar. Për me pos të ardhë me kështë. Ish ambasador Pirsi. Kjo është qytetari i Kosovës në kosht diasporë. 82% po thot. A Vesel Pirs. Lena Rahasa na ke lodhë. Na ke lodhë. Shkojna miq. Tjetrin. Pozita me posa heq. Heq. Përshëndetje. Edhe mirë. Mirë jemi. Me kuptu mirë. Mirë
Faleminderit. Jam sheshën e Ferizajt për pyetje. Në Ferizaj? Invitoj zgjedhjet e 7 qershorit. Vendosje Albin Kurti. Pse? Se e meriton. Me sa përqen? 82%. 82. Pa dyshim. 18% ja lep PDK-s, LDK-s, AK-s. Ta heq për borë. Hiç, zero. 82% duhet me fituar, për me pos të ardhë me Kosovë. Pozita me posa he. Heq. Rregull, fal. Ky koka ma e ketë sonë, o burë. Sonë thësha Albin baba mi marrë 65, ma shumë s'ka nevojë. 62 dhe 65, mirë është. S'pojdojmë të dhejtë, po ky koka i kaldë, o burë. Ky është diasporë, ky koka në Ferizaj. Të lumët, bac, respekt. Shkona. Dere shumë krasë. Përshëndet. Kalo Shqipia. Albin baba ka me fituar 70%, 100%. Tjetri. Qaj si nuk jep, duhet në atina e, nuk është jak shqiptarja e. Do e penga merë shky. Ja, ne që këtu s'kisha thonë, po unë kisha thonë, aj që se voton Albin, aj që do Kosovën, sepse mi po sytë bolë, e mos me po, të na pun vaki. Më që me adhon votën për dëkës dhe dëkës AK-s, për qëfar? A di me nga tregu kush për qëfar? A ti në mërojnë me a i dini? I dini, s'për në mërojnë miqë, i respekt, ha? Shkojnë a miqë. Zotin e ka quat lumë në për Allahin që ka quat këtë. Amin jo Rabbi. S'ka me një kur mund Kosovë. Kur? Jemi për një, për krejt bota këto, a ishë Shqipnia që 100 vjetë të kom shtetë, ka hup shtetin e vetë, sigur mos me kur e ka to, Edi Roma. Qa dinaj? Ajo është punë e krye me shkije, s'ka kur gjatë të hetë gjopë, nuk e ka. Ai nuk din sen, plotësisht pajtona me ty, kështu që avni tjetër herë kur dash me folë për diasporën, dash me pas kujdes. Po ta ripërsëris edhe një herë, që kjo diasporë është që ka kontribu në luftë, që kjo diasporë është që e ndreqi Kosovën mas lufte, që kjo Kosovë është që e ndërtoj, që kjo Kosovë është që i nimoj Kosovës, që kjo Kosovë është që pënimon ushtrisë. Do është me tarë turp, mi folë ato fjallë që i ke folë, turpit në luftë. Unë me për ty s'ka mas një fjallë mo, ti kiftërën tonë, diaspora të vetën. Mi që dashër, Zotë i rujtë, kur që ka bo like faqen, faleminderit shumë, kur që ka bo, le të bëni like, në koment, në shpërndarje, si kur shtë në kur gjë, mu një mëni shumë, që më shpërndar sa ma shumë, me arë njerë sa ma shumë, me debatu zbashku, edhe ju përshëndes,